pjesë të madhe në familjen e Ariana Gushit nuk mjafton një ëmbëlsirë. Këngëtare e njohur Ariana Gushi sot ka arsye për të festuar. Djali i tij Frunti feston 3 vjetorin e lindjes dhe për këtë ditë të veçantë një ëmbëlsirë nuk ka qenë e mjaftueshme, janë përgatitur 2. Ariani ka ndarë me ndjekësit e tij një postim ku shihet atmosferë festive dedikuar birit e tij. Kujtojmë se Gushi nga martesa e tij është babai i 3 fëmijëve, 2 djemve dhe 1 vajze. Ne i dëshirojmë edhe 100 vite të lumtura djalit të tij. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.